Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar në fakt një story që bëra ditën e djeshme për një këngë që Egli ka lënë të kuptohet në portokalli këtë edicion që do ta sjell me gjestin. Nuk e ka thënë troç, e ka thënë nën buz, do me thënë do të kemi një projekt muzikor nga ana e Eglit edhe gjestit. Të dielën që do të vi, spektakli humorit nuk do të sjellën vetëm të qeshura dhe satirë, por edhe një surprizë që do të elektrizon publikun. E ftuara speciale në skenë do të jetë Egli Tako, këngëtarja dhe ish banorja e shumë përfolur e Big Brother VIP Albania 4, e cila me praninë e saj jo vetëm që shkëlqen, por len edhe një bombë të heshtur që tashmë ka filluar të përhapet me shpejtësi në rrjetet sociale dhe media. Një bashkëpunim muzikor me saj dhe gjestit është në përgatitje. Në skenën e portokalli, përballë energjisë së zakonshme të Visian Ukcenaj, i cili vazhdon të sjellë personazhe të ndryshëm me humor therrës edhe thumbues, Egli nuk mund t'i shpëtonte një prej pyetjeve më të nxehta të momentit: çfarë po ndodh me saj edhe mes gjestit? Me një buzëqeshje të rezervuar, me shikim të qelluar dhe me një ton të përmbajtur, Egli zgjodhi të mos jap shumë, por mjaftueshëm sa për të ndezur flakët e kureshtjes. Një projekt i përbashkët me saj dhe gjestit është në rrugë dhe po sipas çdo gjase bëhet fjalë për një këngë. Kaq ka mjaftuar që rrjetet të shpërthejnë në spekulime dhe fansat të krijojnë teori nga më të ndryshmet. A është kjo një këngë dedikuar historisë së tyre personale, marrëdhënies së përfolur, intensitetit që lanë pas mureve të shtëpisë më të famshme në vend, apo bëhet fjalë për një bashkëpunim artistik të mirë organizuar që synon të kapitalizojë popularitetin që të dy kanë fituar në muajt e fundit. Kujtojmë që Egli ishte një nga figurat më të qëndrueshme dhe më të dashura për publikun gjatë qëndrimit të saj në Big Brother VIP. Me një karakter të qetë, por me një prani të fortë emocionale, ajo rrëmbeu simpatinë e publikut jo vetëm për bukurinë e saj, por edhe për mënyrën e sinqertë me të cilën shprehte ndjenjat dhe qëndrimet e saj. Nga ana tjetër, gjesti, që nga hyrja në shtëpi, u kthye në një nga figurat magnetike, shpeshherë kontradiktore, por padyshim i pazëvendësueshëm për dinamikën që i solli spektaklit. Të dy së bashku krijuan një marrëdhënie që u përfol gjatë, edhe pse nuk u konfirmua zyrtarisht si lidhje, dashurie, energjia mes tyre ishte tepër e dukshme. Tensioni emocional, flirtet e nënkuptuar dhe afrimiteti i tyre në skenën e një reality show që ndjekësit të projektonin mbi ta në një lidhje më të thellë se sa ajo që u shfaq në ekran. Pas përfundimit të Big Brother 4, secili prej tyre zgjodhi një rrugë të ndryshme. Gjesti mori vëmendjen për fshirjen e befasishme të gjitha postimeve në Instagram, një veprim që tronditi publikun dhe ndezi thashë theme për prishje marrëdhëniesh, përfshir edhe atë me Egli Tako, ndërkohë Egli u shfaq më e tërhequr, duke mbajtur një profil më të qetë, por me angazhime të qarta muzikore në horizont. Tani kjo deklarate heshtur në portokalli na rikthehet sërish tek dyshja që kishte nisur të harojë nga vëmendja mediatike. Edhe kjo herë jo më për një romancë, por për një bashkëpunim artistik që mund të shndrohet në një nga hitet e verës që po afrohet. Egli nuk dha detaje, nuk dha data, nuk dha tituj apo bashkëpunime për këtë këngë. Ajo nuk përmendi producent, klipe apo skenare, por mënyra si e tha, ajo siguri e fshehur në zërin e saj dhe mbi të gjitha entuziazmi që reflektoi në mimik i bëri të gjithë të kuptojnë se ky projekt nuk është një ide e largët apo e pavendosur, por një realitet që së shpejti do të zbulohet dhe do të jetë tek publiku shqiptar. Publiku është tashmë në ankth, a do të jetë një këngë balat që flet për një dashuri të lënë pezull, apo një këngë ritmike që simbolizon një fillim të ri për të dy,
A do të ketë klip ku do të shfaqen bashk, apo do të mbetet gjithçka në nivelin e zërit dhe emocioneve të përzira? Egli Tako po konfirmon veten si një artiste që di të ndërtoj pritshmëri, pa zhurmë të tepërt, por me efekt të fuqishëm. Dhe nëse ky projekt do të jetë me të vërtetë i lidhur emocionalisht me eksperiencën e tyre në Big Brother, atëherë mund të kemi përballje jo thjesht një këngë, por një rrëfim vërtet artistik që do të prek audiencën në nivele të thella. Në fund të ditës, Egli dhe Gjesti janë dy personazhe që ndajnë një të përbashkët të rëndësishme, e din të krijojnë atmosferë, din të tërheqin vëmendje dhe din ta bajnë publikun të lidhur pas tyre. Prandaj çdo projekt që i bashkon ka potencial të madh. Dhe tani, gjithçka që ne na mbetet si publik, si opinion, është pritja të presim drejt suksesit të Eglit e të Gjestit për të kuptuar se çfarë të ndodhen. Të paktën kështu e ka lënë të kuptohet Egli që po sjellë një projekt me Gjestin, kështu e ka lënë të paktën të përflitet, por nuk ka dhënë detaje, nuk ka treguar detaje nga videoja që ne kemi dëgjuar në TikTok që janë bërë virale nga njerëz të cilët kanë qenë fansat të tyre, shikues që kanë qenë të ndjekin Portokallin live, kanë publikuar video dhe kanë treguar që çfarë ka folur Egli. Egli edhe ka pranuar deri diku që ka fjetur me Gjestin, domethënë ka ndarë krevatin bashk. I bie që marrëdhënia e tyre është një marrëdhënie spektakolare, po shkon në rritje sipër, është e bukur, është tërheqëse dhe po e mbërthen publikun për vete. Gjithsesi, ne do ta presim me shumë dashuri të dielën për të kuptuar se çfarë do të ndodhen në marrëdhënien dhe në lidhjen të Gjestit edhe të Eglit. A do të kemi një projekt, edhe pse nga ana e Eglit është lënë për të kuptuar që së shpejti do të vijë një këngë dhe me patjetër duke e ditur që këngët do të postohen në kanalin zyrtar të YouTube të Top Channel, i cili më duhet ta citoj për të disatën herë deri para një kohe apo deri gjatë kohës kur Gjesti ishte brenda shtëpisë së Big Brotherit, ishte në emër të Luizellit dhe më pas u kthye në Top Media Music. Domethënë, aty do të postohen të gjitha projektet që kanë të bëjnë me këngëtarët apo banorët të cilët kanë qenë pjesë e formatit apo pjesë e shtëpisë së Top Channel, së Big Brother VIP Albania, dhe të gjitha këngët të cilat do të nxirren nga këto artistë do të postohen në kanalin zyrtar të Top Channelit. Ne do takohemi sërish së bashku me lajme të tjera. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe për të kuptuar gjithçka që ndodhen nga Media Ros.